Raportin C mbi A e kemi shënuar me E dhe e kemi quajtur jashtëqendërsi e elipsit. Të shikojmë çfarë na paraqet kjo jashtëqendërsia e elipsit. Çfarë rëndësie ka për tek elipsi? Ngrim në katror, E-ja në katror baraz me C në katror për mbi A në katror, barabartë me A në katror minus B në katror që është C në katror mbi A në katror, ose 1 minus B në katror mbi A në katror. Edhim B në katror mbi A në katror nga ana tjetër dhe kemi 1 minus E në katror. Vetë B mbi A-ja, që është raporti i dy diametrave, 1 minus E në katror. Sa me vogël tjetë E-ja, më i madh është ky, më shumë i afrohet njëshit, dhe B mbi A-ja, raporti B mbi A i afrohet njëshit dhe B-ja i afrohet A-s. Qofse B-ja do ishe barabartë me A-n, atëre X në katror mbi A në katror plus Y katror mbi përsëri A në katror baraz me 1, kemi X në katror plus Y katror baraz me A në katror. Ky është një rreth. Pra, sa me vogël të jetë E-ja, aq më shumë i afrohet elipsi rrethit. Sa me madhe tani të jetë E-ja, ky 1 minus E në katror i afrohet 0-s, dhe aq më i shtypur është elipsi. Pra E-ja, sa me vogël të jetë, aq më shumë i afrohet rrethit. Mund të themi aq më i fryrë është elipsi. Sa me e madhe të jetë E-ja, aq më i shtypur është elipsi. Të bëjmë disa ushtrime tani duke përdorur formulën e jashtëqendërsisë së elipsit. Jepet elipsi 25x në katror plus 169 y në katror baraz me 4225. Duhet ta pjestojmë me 4225 të dy anët, por 25 në 169 i jep 4225. Prandaj, kur e pjestojmë me 4225, kjo del x në katror për mbi 169 plus y katror për mbi 25 baraz me 1. Që këtu A-ja në katror 169, A-ja 13, 2A-ja baraz me 26. B-ja në katror 25, B-ja 5, 2B-ja baraz me 10. C-ja në katror me A në katror 169 minus B në katror që kemi 25, 124. Atëre C-ja del 12. Që këtu E-ja baraz me C për mbi A baraz me 12 të 13-at. Dhe sa me madhe tjetë E-ja, aq më i shtypur është elipsi. Vatrat tani, kërkohen dhe vatrat, F1 minus 12 0 dhe F2 12 0. I gjetëm pra elementet e këtij elipsi. Shkruani ekuacionin e elipsit, në qoftë se B-ja është e barabartë me 6 dhe E-ja B-ja baraz me 6 dhe E-ja baraz me 0.8. E-ja baraz me 80 ose 4 të 5. C mbi A-ja e barabartë me 4 të 5. B-ja në katror është e barabartë me A në katror minus C në katror, ose që këtu A-ja e barabartë me 5C mbi 4, ose C-ja baraz me 4A mbi 5, 4A mbi 5.
zvendësojmë këtu, nuk ka rëndësi se kë do zvendësojmë, por me qenë se ne na duhet A-ja se B-n e kemi, zvendësojmë këtu A në katror minus C në kemi 4/16 A në katror mbi 25 e barabart me 36. 25 A në katror minus 16 A në katror baraz me 36 herë 25. 25, 16, 9 A në katror baraz me 36 herë 25. Pjestojmë me 9, A-ja në katror, 4 herë 25, 100. Atëre elipsi, x në katror mbi 100, që është A-ja në katror, plus y katror për mbi B në kemi 6, 36, baraz me 1. Jepet E-ja baraz me 0.8, jashtë qëndërsia, jepet dhe 2 C-ja baraz me 8. Gjeni ekuacionin e elipsit. Atëre që këtu C-ja baraz me 4. C-ja baraz me 4. C mbi A-ja, që është E-ja, është e barabart me 4 të 5-at, 80-at 4 të 5-at, me që C-ja është 4, që këtu A-ja dele barabart me 5. B-ja në katror, baraz me A në katror minus C në katror, 25 minus 16, 9. Atëre ekuacioni elipsit, x në katror për mbi A në katror 25, plus y në katror për mbi 9, që kemi B në katror, baraz me 1. Gjeni jashtë qëndërsin e në qoftë se boshti madh 2A-ja është sa 3 fishi i boshtit të vogël. Pra, A-ja baraz me 3B. 3B. Ne thamë aty pak më lartë që E-ja në katror ishte e barabart me 1 minus B në katror mbi A në katror, barabart me 1 minus B në katror për mbi 3B në katror, 9B në katror. Atëre, 1 minus 1/9 baraz me 8 të 9-at. E-ja në katror baraz me 8 të 9-at, E-ja baraz me 2 rrënjë dyshit për mbi 3. Gjeni jashtë qëndërsin e në qoftë se segmenti që bashkon vatrat F1 F2-shi shihet nga skajet e boshtit të vogël nën këndin 60 gradë. Pra këndi alfa 60 gradë. Po e marim boshtin e vogël këtu lartë dhe ky këndi pika B këtu, këndi F1B, F2 është i barabart me 60 gradë. Të gjendet jashtë qëndërsia. O F2-shi është C, o B-ja është B, po ne dim që A-ja në katror është e barabart me B në katror plus C në katror. Kështu që B F2-shi është A. Ky këndi këtu 60 gradë, gjysma është 30. Në këtë trekëndshin O F2B, ky këndi F2 është 60 gradë. Tani ne dimë që C mbi A-ja është E-ja,
eja është C mbi A. Është i barabartë, kateti janë shkruar mbi hipotenuzën me kosinusin e këndit 60 gradë, që është i barabartë me 1/2. Pra, eja e barabartë me 1/2. B. Këndi alfa është i barabartë me 120 gradë. 120 gradë. Pra, këndi F1 B F2 është i barabartë me 120 gradë. Këndi vetë O F2B do jetë i barabartë me 30 gradë. Ky trekënd shi gjithë F1B F2 është 2 brinjë njëshëm, 120, 180, eqim 120, 60, 2 këndet nga 30 gradë. Atere, eja tek trekënd shi O F2B. Eja raporti C mbi A, O F2 mbi B F2 është i barabartë me kosinus 30 gradë barabartë me r1/3 mbi 2. Pra, eja e barabartë me r1/3 mbi 2. Po një problem e ngjashme me këtë. Gjeni jashtëqendërsinë E, në qoftë se boshti i vogël shihet nga vatrat nën këndin A 90 gradë, A, B, nën këndin 120 gradë. Tani ndryshon puna. Kemi boshtin e vogël që shihet nga vatrat. Ja ku kemi B, B1. Vatrat i kemi F2-shin dhe F1-shin. Mjafton të marrim 1. Atere, boshti i vogël shihet nga vatrat nën këndin 90 gradë. Pra, A, këndi B F2 B1 baraz me 90 gradë. Këndi O F2 B baraz me 45 gradë. Tu kemi O F2-shin C. Këtë kemi A, kjo është B. Atere, eja baraz me C mbi A, këndin këtu e kishim 45 gradë, barabartë me kosinus 45 gradë, baraz me r1/2 mbi 2. Pra, eja baraz me r1/2 mbi 2. B. Këndi B F2 B1 baraz me 120 gradë. Atere, këndi O F2 B baraz me 60 gradë. Atere, eja C mbi A tek trekëndshi O F2B. C mbi A barabartë me kosinus 60 gradë baraz me 1/2. Pra, eja baraz me 1/2.